Krishti unë gjallë. Sot do mbajmë një temë të pazakont, por që është shumë e rëndësishme në lidhje me virgjërinë, një thesar që njerëzit sot nuk e vlerësojnë. Virgjëria është një fjalë, por dhe një gjendje fiziologjike që sot fatkeqësisht njerëzit e këtij brezi e pshor, e të pabes, duan ta humbin shpejt dhe e shikojnë atë si një pengesë për një jetë të lirë seksuale. Ata që mbeten të vigjër nga dëshira apo rrethanat e ndryshme që sëndisen nga opinioni shoqëror, si njerëz të paralizuar, si njerëz të dal mode, ose i shikojnë si të mangët. Sepse, sipas opinionit panseksual të kësaj shoqërie moderne në thonjza, ai që ja privon vetes kënaqësinë e seksualitetit është i gabuar. Virgjëria nuk është thjesht për vajzat, por është edhe për djemt. Pavarësisht se vajzat e tregojnë mungesën e virgjërisë dhe djemt jo, përsëri virgjëria është edhe për djemt dhe vajzat. Ajo humbet nga dëshira e personit ose edhe nga një aksident, por në rastet aksidentale virgjëria nuk humbet, sepse virgjëria nuk është më shumë një problem biologjik se sa është një problem moral. Sipas teorisë së psikiatrit austriak Sigmund Freud, virgjëria është e dëmshme, thot ai, sepse sipas tij personaliteti deformuar i pacientëve me probleme mendore vinte tek ai, sipas eksperimenteve që ka bërë, që nga fëmijëria, sepse ai thoshte se është dhunuar instinkti seksual që nga fëmijëria dhe kjo ka sjell probleme në personalitetin e këtyre njerëzve të dëmtuar psikologjikisht. Sigmund Freud e quante vrrullin seksual, e quajte libido, dhe ndrydha e këtij vrulli seksual, thoshte ai, pra që nga fëmijëria ose me anë të virgjërisë, është shkakton neuroza. Freudi e konsideronte krishtërimin, i cili e ngre lart virgjërinë, si formën universale të neurozës që shoqërohet me ndrydhje seksuale dhe sipas tij kjo krijonte pastaj edhe halucinacione psikosomatike. Mu themi se Freudi ka të drejtë në një pikë. Kur ai flet për neuroza, kur libidoja nuk shfryhet, por ka raste ku njerëzit vërtet kanë probleme me veten e tyre, kur ata abuzojnë me seksualitetin e tyre. Pra, në spitale psikiatrike nuk kanë qenë njerëz të virgjër, por ka qenë njerëz të cilët kanë abuzuar me seksualitetin. Këta mund të jenë edhe murgjë dhe murgesha, pra ose njerëz të cilët kanë abuzuar. Asnjëherë, një njeri i cili ka qenë i virgjër në mendje, në shpirt edhe në trup, kur nuk është parë si një i smur mendor ose aq më tepër nga smundje të tjera që sjellë edhe abuzimi seksual. Por duhet kemi kujdes, sepse në qoftë se dikush, edhe pse nuk ka kryer një akt seksual, pra nuk e ka humbur virgjërinë biologjikisht, por ai në fantazinë e tij ka zhvilluar erotikën, dhe kjo ndodh edhe me pamje pornografike që ngacmojnë instinktin seksual të njeriu, atëre ky njeri ngjan si ajo tenxhera me presion që e vën në zjarr dhe në qoftë se nuk e hapim valvulën e presionit, patjetër që ajo kthehet në një bombë. Kështu ndodh edhe me këta njerëz, të cilët nuk e ndalojnë mendjen e tyre në fantazi ose në pamje, dhe të gjitha këto e ngarkojnë trurin e tyre, pastaj emocionet e tyre, trupin e tyre me këtë vrrull seksual, dhe patjetër kur ata nuk mund ta ushtrojnë këtë dëshirë seksuale, kjo krijon probleme me shëndetin mendor dhe fizik të tyre. Por e kundërta është me virgjërinë e vërtet, sepse për Shën Ambrozin, një shenjtor i shekullit të 4, të virgjëtuar jo vetëm një trup virgjëror, por dhe një mendje të virgjër. Prandaj, cili do që të jetë situata, ai person i cili ruan virgjërinë në mendjen e tij dhe në trupin e tij
ai ka përfitime të mëdha, para se gjithashtu në shëndetin e tij mendor dhe fizik. Në fund të fundit, edhe disa shkencëtar ateist kanë rënë dakord me këto mësime të etërve të kishës se virgjëria e vërtet nuk e dëmton psikikisht dhe fizikisht njeriu. Përkundrazi, abuzimi seksual e dëmton psikikisht dhe fizikisht njeriu. Po, nëse umtojmë racën njerëzore, virgjëria ka pasur gjithmonë një vend të shenjtë. Sipas Biblës, i virgjër ishte Adami, njeriu i parë, i cili u krijua nga Zoti. Por edhe Eva, që u krijua nga brinja e Adamit, edhe ajo ishte e virgjër. Pra çifti i parë njerëzor, Adami dhe Eva, të cilët përfaqësojnë gjithë racën njerëzore dhe vendosën në kopshin e Edenit, ishin të virgjër. Ata e humbën virgjërinë e tyre mbas mëkatit, sepse mbas mëkatit te njeriu hyri epshi, ose ai që quhet erosi, që është një gjendje e përfitimit egoist, kështu që ata u bashkuan dhe e humbën virgjërinë e tyre, sepse vetëm nëpërmjet epshit njeriu mund të bashkohej mbas rënies dhe të riprodhojë raca njerëzore. Kështu virgjëria u bë e huaj për njerëzit, madje njerëzit u dhanë mbas epsheve, dhe ne këtë shikojmë në Bibël, në kohën e Noës, ku njerëzimi doli nga gjithë limitet që kishte krijuar Zoti dhe instinkti seksual deri në perversion u bë dominante njeriu, sa njeriu u pendua që krijoi njeriu, sepse njeriu u bë vetëm mish, pra vetëm dëshirë mishore dhe një ndër to është dhe dëshirat seksuale. Prandaj kemi dhe katastrofën e periudhës së Noës, ku gjithë bota, gjithë njerëzimi i shturur asaj kohe u shkatrua dhe sepse bota mbulua me ujë dhe shpëtoi vetëm Noja dhe familja e tij. Po ashtu kemi dëshkimin shembullor të Sodomës dhe Gomorës, ku seksualiteti devijoi dhe në denaturalitet, pra ku njerëzit krijuan dhe ligjëruan marrëdhëniet perverse. Pavarësisht se në paganizëm instinkti seksual nuk ishte kufi dhe norma morale, sepse seksualiteti trajtohej si një nevojë fiziologjike e njëjtë me ushqimin dhe pijen e përditshme dhe pa limit, përsëri shikojmë se virgjëria vlerësoi dhe ishte shenjë e pavdekësisë, e përjetësisë, dhe kjo personifikoi tek perëndeshat e Olimpit si Athina, Artemis, Anata. Ato thirreshin të virgjëra për të nxjerrë në parë rinin e tyre të përjetshme dhe lulëzimin e paprishëm të tyre. Por, më konkretisht tek populli i Izraelit, si vetmi popull monoteist, që ishte orientuar drejt rritjes në numër si një popull i ri, siç na thuhet tek ligji i përtërir, virgjëria barazoi me shtërpësinë dhe konsiderohej si një turp apo dhe një mallkim. Në Bibël kemi shumë raste që gra shterpa ju lutën Zotit për ta hequr turpin mospasjes fëmijë. Për shembull, Perëndia u kujtua dhe për Rakelën dhe Perëndia e plotësoi dëshirën dhe bëri të frutshme. Kështu ajo u ngjis dhe lindi djalë dhe tha: Perëndia ma hoqi turpin. Ose të kemi tek Ana, shënana nëna e profetit Samuel, ose tek Elisabeta, nëna e shën Joan Pakzorit, të cilat ju lutën Zotit që të kishin një fëmijë, që të hiqej turpi i mosfaqjes fëmijë. Por e gjitha kjo përqasje dhe kundërshtim ndaj virgjërisë që shikojmë tek populli i Dhjetës së Vjetër, nuk bëhej fjalë për një shturje morale, siç ishin paganët, por dëshira që kishin këto gra për të pasur fëmijë, sepse sipas premtimit që Zoti dha në kopshin e Edenit, nga gruaja do të lindë një shpëtimtar. Kështu që gratë që ishin shterpa ose që nuk martoheshin, pra mbeteshin të virgjëra, shikoheni si të përjashtuar nga plani i shpëtimit nëpërmjet gruas. Prandaj, prishja e virgjërisë me shtazani dhe lindja e fëmijëve ishte një bekim nga Zoti në Dhjetën e Vjetër tek populli i Izraelit. Shikoni çfarë thot psalmisti: Gruaja jote do të jetë si një ardhi prodhimtare në intimitetin e shtëpisë sate. Bijtë e tu si dru ulliri rreth tryezës sate. Ja, kështu do të bekohet njeriu që ka frikë nga Zoti. Pavarësisht se infertiliteti ose shtërpësia ishte e papranueshme, përsëri virgjëria para martesës ishte një kusht i detyrueshëm dhe vlerësoi shumë tek izraelitët. Nëse nuk gjendej e virgjër vajza në martesë, dënohej me vdekje me lapidim, na thuhet tek ligji.
Për shembull, në qoftë se vërtetohet fakti se tek e reja nuk janë gjetur shenjat e vigjerisë, atëherë do ta nxjerrin të ren tek pragu i shtëpisë së babait të saj dhe njerëzit e qytetit do ta vrasin me gur. Dhe kjo ka për të vdekur sepse ka kryer një vepër të turpshme në Izrael, duke bërë kurb në shpinatin e saj, kështu do shkuresh të keqen nga gjiri juaj. Pra, kjo na thuhet te ligji i përtërir. Populli i Izraelit, edhe pse nuk e pranonte vigjerinë sepse deshte të shtohej si popull, dhe gratë, siç tham, donin të lindin fëmijë sepse nga gryra do vinte shpëtimtari, vigjeria para martesës ishte një kusht i detyrueshëm. Kush ja merrte vigjerinë një vajze sipas ligjit mozaik, ai duhet pagonte dëshpërblim dhe do ta merrte patjetër atë për grua, sepse e ka shneruar dhe e ka marrë vigjerinë. Përsëri e kemi tek ligji i përtërir. Këto ligje e kanë qëllimin për ta ruajtur popullin e Izraelit nga shturja, sidomos nga humbja e vigjerisë përpara martese. Por duhet dim se edhe historia e popullit ton e ka pasur vigjerinë të shenjtë. Për shembull, në kanonin leg Dukagjinit ishte shumë e rëndësishme ruajtja e vigjerisë së një vajze përpara se ajo të martohej. Dhe humbja e vigjerisë ose përdosja ose përdhunimi i një vajze dënohej me kanon. Kryeprindërit e dhjatës së vjetër mund të martoheshin vetëm me vajza të virgjëra, siç e kemi tek Levitiku, po edhe pse vigjeria e përhershme nuk aplikohej tham tek populli i Izraelit, përsëri në dhjatën e vjetër kemi edhe profet, të cilët sipas Zotit urdhëruan të mos martoheshin, të ishin të virgjër. Për shembull, kemi profetin Jeremia ose Judita, Debora, profetin Elia, profetin Elize, të cilët ishin të virgjër dhe nuk u martuan. Por kemi edhe më të madhin dhe të fundin e gjithë profetëve, Shën Joan Parenset e Pagzor, i cili mbeti i virgjër. Joani nuk njohu grua dhe paralajmëroi ardhjen e Mesias të Krishtit si Adamin e dytë, dhe i cili quhet edhe dhëndri i kishës. Shikoni çfarë thoshte Shën Joan Pagzori: "Unë nuk jam Krishti, por jam dërguar përpara tij. Ai që ka nusën është dhëndri. Por miku i dhëndrit, që është i pranishëm dhe dëgjon, gëzohet shumë për zërin e dhëndrit, prandaj ky gëzimi im u plotësua." Krishti si Perëndi erdhi duke bërë njeri të fejoj me nusën e tij Izraelin e ri, kishën, sepse Izraeli i vjetër, pra populli i dhjatës së vjetër, e humbi pastërtinë morale, sepse ai kurvëroi me kombet i dhujtar. Shikoni çfarë na thuhet tek Jeremia. Prandaj kështu thot Zoti: "Pyesni pra midis kombeve, kush ka dëgjuar gjëra të tilla? Virgjëresha e Izraelit ka bërë gjëra të llatashme." Krishti i virgjër erdhi që të flijohet për kishën, që ta shenjtëroi, pasi e pastroi me larjen e ujit dhe me anë të fjalës, që ta nxjerrë atë përpara vetes të lavdishme, pa njolla, arrulla, ndonjë gjë të tillë, por që të jetë e shenjtë dhe e paqortueshme, na thot apostulli Pavli në letrën drejtuar Efesianëve. Prandaj edhe apostulli Pavli kërkon ta paraqes kishën apostolike në këtë shekull si një vigjëresh te Krishti, të lirë dhe të papëlyer në një fejes. Ai shkruan: "Jam xhelos për ju me xhelozinë e Perëndis, sepse ju fejova me një burr që t'ju nxjerr para Krishtit të virgjër, të lirë." Ajo ku nisi të realizohet virgjëria e kishës apostolike ishte e tërshenjta virgjëresha zonja Shëmari, si më e bekuara ndër gratë. Dhe asaj jepi titulli gjithmonë e virgjër. Dhe kjo u dha nga kisha apostolike në sinodin e tretë në Efes në vitin 431. Dhe ne themi që ai ishte virgjëresh para lindjes, virgjëresh në lindje, virgjëresh mbas lindjes. Sepse ajo ishte dhe është virgjëresh e përjetshme. Dhe kështu ajo u bë nëna e Zotit. Fëmijët e tjerë ose vëllezërit dhe motrat e Jesuit që na përmendet në Ungjil, si për shembull te Ungjilli sipas Mateut, nuk janë fëmijët e Virgjës Maria me Josifin, ashtu siç fatkeqësisht thon heretikët, protestant ose dikush tjetër, por ata janë fëmijët e Josifit me gruan e tij të vet. E tërshenjta Virgjëresha Mari ishte dhe mbeti e virgjër, edhe kur ajo mbeti shtatzan nga hiri i Shpirtit Shenjtë dhe tek ajo hyri fjala nuk ja cënoi virgjërinë. Edhe kur lindi fjala dhe biri i Perëndis i bi njeriu, pra Isu Krishti, përsëri ai nuk ja cënoi virgjërinë. Pra ajo mbetet virgjëresh e përjetshme. Dhe kështu
Ajo është ikona e kishës apostolike, e cila është nusja e Krishtit, është virgjëresh që të fejohet dhe të martohet me Krishtin. Ashtu si thuhet tek libri i zbulesës, le të gëzohemi dhe të ngazëllohemi dhe të japim lavdi atij, sepse erdhi dasma e qengjit dhe nusja e tij është përgatitur dhe është dhënë të vishet me li të hollë, të pastër dhe të shkëlqyshëm, sepse liri i hollë janë veprat e drejta të shenjtorëve. Na thuhet tek libri i zbulesës. Prandaj në kishën ortodokse, virgjëria është një thirrje mbinatyrore dhe eskatologjike, por nuk është një urdhëres për të gjithë besimtarët, vetëm për ata që mund ta mbajnë, domethënë ata që duan të jetojnë në këtë jetë ashtu si Zoti Krishti thotë, sepse ka eunuk, pra ata që janë të dëmtuar nga organe gjinitale, që ka lindur të tillë nga barku i nënës. Ka eunuk që janë bërë nga njerëzit, ka dhe eunuk që kanë bërë veten e tyre eunuk për mbretërinë e qiejve, që do të thotë ka disa njerëz të cilët jo se dëmtojnë organe gjinitale, por ata pranojnë të mos martohen, të mbeten të vigjër dhe këtë e bëjnë për mbretërinë e qiellit, për t'i shërbyer Zotit. Ai që mund ta kuptojë, le ta kuptojë, thotë Zoti. Të krishterët që ruajnë vigjërinë në jetën murgjerore e parashijojnë që tani jetën në mbretërinë e Zotit, kur Zoti të vi përsëri për të dytë dhe krijoi qiellin e ri dhe tokën e re, ku atje njerëzit nuk do martohen dhe nuk do martohen, sepse do jenë si ëngjëjt, thot Krishti. Pra ëngjëjt janë të virgjër dhe ata nuk bashkohen siç bashkohemi ne seksualisht për të riprodhuar. Por kështu do jenë dhe njerëzit në ardhmën e dytë të Krishtit. Do kenë trupa të virgjër. Kështu që ata që në këtë jetë e ruajnë virgjërinë, ata parashijojnë atë që do vi në ardhmën e dytë të Krishtit ose bëjnë jetën angjëllore. Prandaj virgjëria sipas apostullit Pavlit është përkushtimi i plot ndaj Zotit, sepse i pamartuari merakoset për gjërat e Zotit. Si mund t'i pëlqejë Zotit? Por i martuari merakoset për gjërat e botës, si t'i pëlqejë gruas së tij. Ka dallim gruaja nga virgjëresha. E pamartuara kujdeset për gjërat e Zotit që të jetë e shenjtë në trup dhe në frym, kurse e martuara kujdeset për gjërat e botës, si mund t'i pëlqejë burrit, thot apostulli Pavli në letrën e drejtuar Korintasve. Martesa është një gjendje e përkohshme, e tanishme, kurse virgjëria është faqja e botës që do presim, tham. Ai që të mbesi virgjër shkëputet nga andrallat e këtij shekulli dhe pret dhëndrin dhe mbretërinë e qiejve si 10 virgjëreshat. Ashtu si na thuhet edhe tek parabola, atëherë mbretëria e qiejve do t'u ngjajë 10 virgjëreshave, të cilët morën llamballet e tyre dhe dolën para dhëndrit, sepse tham, në ngjalljen e të vdekurve, trupat që do ngjallen do jenë të virgjër. Virgjëria ndryshe nga martesa, që furnizon vdekjen nëpërmjet transmetimit e përgjegjësisë trashëgimore për vdekjen, sepse ndryshe nga martesa, virgjëria nuk lind fëmijë, pra ajo nuk i jep vdekjes ushqim, prandaj edhe Krishti lindi nga një virgjëresh me lindje virgjërore dhe mbeti i virgjër, sepse ai si Adami i dytë erdhi për ndaluar vdekjen, prandaj nuk mund të lindte fëmijë biologjik, si Adami i parë në martesë, por lindi fëmijë me lindje shpirtërore, virgjërore, me anë të misterit të pagëzimit. Ja çfarë thot ungjillori Joan. Ai fjala ishte në botë dhe bota krijuar me anë të tij, por bota nuk e njoh. Ai erdhi në shtëpinë e vet dhe të vetët nuk e pranuan, por gjithë atyre që e pranuan u dha pushtetin të bëhen bijtë të Perëndisë. Atyre që besojnë në emrin e tij, të cilët nuk janë lindur nga gjaku, as nga vullneti i mishit, as nga vullneti i burrit, po janë lindur nga Perëndia. Prandaj Krishti i virgjër është i ati i jetës së pritme, fillimi i krijesës së re, sepse sa u pagëzuam në Krishtin kemi veshur, ku nuk ka mashkull dhe femër, sepse të gjithë janë një në Jezu Krishtin, na thot apostulli Pavli, letrën e drejtuar Galatasve. Mbas ngjalljes së vdekurve, siç tham, njerëzit do të kenë trupa të virgjër dhe nuk do të bashkohen seksualisht, sepse në ringjallje pra as martohen, as martojnë, por do të jenë si ëngjëjt e qiellit të Perëndisë, na thot Zoti Krisht. E kemi të ungjillit sipas Mateu. Kështu në Krishtin njeriu mashkull dhe femër rikthehen në gjendjen e fillimit të virgjërisë si Adami dhe Eva para se të rrëzoheshin në mëkat. Ashtu si Zoti na tha, ja unë bëj gjithçka të re. Shën Joan Gojarti ishte një virgjër i përkushtuar dhe thot: "Mendo pra i dashur se sa e madhe është vlera e virgjërisë, sa e lartë
Dhe sa mirësi e madhe është sa te kalon natyrën njerëzore dhe të ketë nevojë për ndihmës hyjnor. Sepse ata që zgjedhin virgjërinë vullnetarisht, arrin me trupat e tyre ato që arrin edhe ëngjit. Sepse sa më e madhe dhe më e lartë jetë gjëja, aq më tepër do të jetë kurora dhe të mirat që kremtohen që ka premtuar Perëndia për ata që janë paraqitur para tij me vigjërinë dhe me kryen e veprave të mira, na thot Shën Joan Gojarti. Vigjëria jashtë Krishtit dhe kishës si trupi i tij nuk ka kuptimin thelbësor, madje është një përbuzje e misterit të martesës, mund ta quajmë një perversion, problemi i shoqërisë së sotme dhe një mësim i gabuar i heretikëve, ashtu si na thot dhe paralajmëron apostulli Pavli. Dhe fryma thot shkoqur se në kohërat e fundit do të mohohet besimi, duke vënë veshin frymërave gënjeshtare dhe doktrinave të demonëve që flasin gënjeshtra me hipokrizi, të damkosur në ndërgjegjjen e tyre, të cilët do ndalojnë martesën. Pra, do të dimë se vigjëria duhet i përkushtohet Zotit. Dhe në qoftë se ai nuk i përkushtohet Zotit, po është një tek e egos ose është një mungesë dëmshurie dhe përkushtimi për të krijuar një familje, për të lindur dhe rritur fëmijë, ajo nuk është nga Zoti. Është pjellë e mëkatit, madje ajo dhe vigjëria krijon probleme, ashtu siç përmendën në fillim dhe i studioi Freudi, për krijon neuroza, krijon probleme psikologjike dhe fizike sepse nuk është nga Zoti. Duhet dim që vigjëria është një gjendje e lartë, jo vetëm fizike, po dhe shpirtërore, dhe ne duhet që vigjërinë t'ia përkushtojmë Zotit. Pra, t'i përkushtohemi shërbimit të Zotit. Atëherë vigjëria ka kuptimin e saj. Ndryshe, njeriu duhet martohet dhe duhet bëj ato detyra për të riprodhuar dhe për të krijuar fëmijë, pra të lindë fëmijë dhe për të bërë ato fëmijë të Zotit nëpërmjet edukimit prindëror. Prandaj vigjëria në krishterinë nuk është kundërshtimi i martesës, por është një martesë e përsosur me Zotin që e vën martesën natyrale në vend të dytë. Prandaj dhe murgjit vlerësohen si ajka e njerëzimit, sepse ëngjit e virgjër janë dritë për murgjit dhe murgjit, të cilët jetojnë të virgjër, janë dritë për njerëzit. Murgjit nuk pushojnë se qenë prindër, por ata bëhen prindër shpirtëror, ku shumë njerëz i lindin në Zotin dhe i drejtojnë. Vigjëria nuk është vetëm një dhunti nga Zoti, por është dhe një arritje që njeriu duhet përpiqet ta arrijë me sakrifica, vetmohim dhe asketizëm. Por duhet dim se vigjëria në vetvete nuk është i vetmi kush për të hyrë në mbretërinë e Perëndisë, se ndoshta krijohet ide gabuar se vetëm murgjit të virgjërit mund të hyjnë në mbretërinë e Zotit. Jo. Por në mbretërinë e Zotit ka rrugë të ndryshme. Një ndër rrugët që është rruga e sigurt, mund të themi, dhe rrugë e lavdishme është vigjëria, por edhe martesa po ashtu është një rrugë e sigurt, dhe flasim për martesën në një gjendje civile, flasim për martesën në kish, dhe edhe i virgjëri dhe i martuari i cili i përkushtohet Zotit dhe ka një vdekje të krishterë, ai shkon tek Zoti. Por ndryshe do ta marrë lavdin një i virgjër, ndryshe do ta marrë një i martuar. Ashtu si në një majtë të malit, ai që ngjitet me këmbë ka nder më të madh, shpërblim më të madh, dhe ai që ngjitet me autobus ose me makinë, do të shijojë lartësinë e malit, por nuk do marrin nderin e atij që u lodh, që u ngjit në këmbë. E njëjta gjë është edhe vigjëria dhe martesa. Martesa jo më kot në kishën tonë ortodokse është një mister i kishës, një ndër 7 misteret, dhe jo murgjeria, jo se murgjeria nuk është mister, por që kisha të ruaj nga nënvlerësimi i martesës e vuri martesën mister. Prandaj, edhe vigjëria dhe martesa duhet të shikojmë si rrugë për të vajtur tek Zoti. Por vigjëria për të vërtetës është rruga më e lartë. Vigjëria është një pojim besimi, sidomos kur njerëzit në këtë brez pa bezë dhe moral janë bërë vetëm mish, pra vetëm me dëshira dhe mendime seksuale, me një mentalitet panseksual, pra gjithë seksual. Prandaj, ata të ri dhe të reja që do të mbeten të vigjër deri në martesë apo përgjithënë, do të bëjnë shumë mirë dhe do të kenë një bekim të veçantë, sepse ngjajnë me të rinj që ishin brenda në furrën e Babilonisë, të cilët edhe pse u hodhën në zjarr nuk u dogjën. Kështu edhe të rinjtë e sotëm që mbeten të virgjër nga frika e Perëndisë dhe nga morali i lartë të tyre për t'u përkushtuar Zotit,
patjetër që mbeten të padjegur nga zjarri i epshit që është ndezur sot në botë. Virgjëria nuk mund të kufizohet vetëm në trup, por në të gjithë qenien, shpirt, trup të njeriu, sepse dikush mund të jetë i virgjër në trup, por shpirti zhvirgjërohet nga pasionet, atëherë virgjëria nuk ka kuptim. Madje është hipokrizi dhe i zhvirgjëruar shpirtërisht dhe nuk ka justifikim te Zoti që tha: "Në qoftë se syri yt i djallë të çon në mëkat, hiqe dhe flakë tej, sepse është më mirë për ty të humbasësh një nga gjymtyrët e tua, se të hidhesh në ferr me gjithë trupin tënd." Pra, do të thotë që i virgjër nuk është vetëm ai që nuk ka kryer një akt seksual me trupin e tij, por edhe ai që në mendjen e tij ka mbetur i virgjër, pra ai nuk abuzon me mendjen e tij ose edhe me syrin e tij siç tham. Shën Vasili i Madh, një shenjtor i madh i kishës, i virgjër thoshte: "Nuk jam i virgjër, sepse njëherë lejova mendjen time të mendoj për një grua." Pra, shikoni se si shenjtorët e shikojnë virgjërinë, jo në atë aspektin e ngushtë që shikojmë neve, në aspektin trupor, por në aspektin mendor. Kështu që njeriu duhet të ruajë mendjen. Duhet dini se mëkatet fillojnë me mendjen dhe jo me trupin. Edhe humbja e virgjërisë fillon në mendje. Në qoftë se ne do ta lëmë mendjen të kullos ose ta lëmë demonin e kurvërisë të na ushtrojë presion në mendjen tonë dhe ne ta lëmë të lirë, patjetër që fantazia do bëj punën e vet dhe ajo do kalojë në ndjenjat, do kalojë pastaj në gjithë atë zhvillimin kimik që ka trupi, në adrenalin dhe do vazhdoj pastaj në abuzimin trupor dhe në humbjen e virgjërisë. Kështu që duhet kemi kontroll të vetes son edhe nga mendimet që mos ta humbasim virgjërinë. Jo vetëm virgjëria, por dhe martesa trupore në çiftet burr-grua, dhe këtu të bëm vëmendje për ata që janë martuar, është rregull. Pra, s'do të thotë dikush që unë jam i martuar dhe unë nuk mund të bëj një jetë virgjërore. Po, edhe brenda martesës bëhet jetë virgjërore. Sipas kishës ortodokse, shpirti asketik i vetëpërmbajtës që karakterizon zakonisht murgjit, është edhe brenda të martuarve. Shikoni çfarë thot apostulli Pavli. Gruaja nuk ka pushtet mbi trupin e vet, por burri. Gjithashtu burri nuk ka pushtet mbi trupin e vet, por gruaja. Edhe le të kryejnë detyrat martesore, po ashtu dhe gruaja ndaj burrit. Por mos ja prevoni njëri tjetrin përveç në qoftë se jeni marr vesh për një farë kohe që të kushtoheni agjërimit dhe lutjes, dhe përsëri jeni bashkë që të mos ju tundoj satanaj, për shkak të mungesës së vetë kontrollit. Pra, jo vetëm murgjit jetojnë të virgjër, por brenda vitit liturgjikal, në hapësirat kreshmore, në ditën e mërkurë, në ditën e premte, që shtunë dhe të diel, që janë ditë ngjallësore, i martuari, flasim për të krishterët, nuk kryen marrëdhënie trupore. Sepse edhe pse është i martuar dhe i bekuar dhe shtrati martesor është i bekuar, këto janë ditë që sipas mësimit të kishës, kanoneve të kishës, ndalohet marrëdhënia trupore. Pra, edhe çifti i martuar ushtrohet në vigjëri brenda martesës. Por duhet dim dhe diçka tjetër, se vigjëria që e shikojmë si një stat të lartë moral dhe shpirtëror, do të jetë për të gjithë ata që do gjenden të shpëtuar në Krishtin, në ardhen e dytë të Krishtit. Shikoni çfarë na thuhet tek libri i zbulesës. Këta janë ata që nuk janë ndotur me femra, janë në fakt të vigjër. Këta janë ata që ndjekin qingjin kudo që shkojë ai. Këta u shpenguan ndër njerëzit që të jenë të parat frut për Perëndin dhe qenjin. Sepse ata kanë refuzuar kurvërinë dhe idhujtarinë, dhe tani me trupa të ri të lavdëruar dhe të vigjër, ata ndjekin kudo Krishtin, kudo që shkon. Pra, në ardhen e dytë të Krishtit, të shpëtuarit e Krishtit, do gjenden me trupa të lavdëruar, trupa të virgjër, edhe ata që kanë bërë jetë murgjërore, por dhe ata që kanë bërë jetë martesore të bekuar dhe kanë bërë një jetë me vetë kontroll edhe brenda martesës, ata do të gjenden të lavdëruar dhe do jenë të virgjër që do shkojnë mbas Krishtit në përjetësi. Ushtrimi i virgjërisë për te ligjit të martesës trupore është tek kalimi i ligjit natyror dhe kërkon përpjekje mbinjerëzore, dhe pa ndihmën e Zotit kjo nuk mund bëhet. Çfarë thot Zoti? Pa mua nuk bëni dot asgjë. Që dikush ta ruajë virgjërinë dhe ta menaxhojë atë deri në martesë, duhet të bashkohet me Zotin në misterin e kishës, pra kishës apostolike, me anë të pagëzimit. Një njeri i papagëzuar e ka vështirë ta ruajë virgjërinë.
Shikoni çfarë thuhet, sepse të gjithë ju jeni pagëzuar në Krishtin, Krishtin keni veshur. Një njeri që pagëzohet vishet me Krishtin, pra ai vjerëgjerohet shpirtërisht dhe trupërisht. Dhe patjetër ka fuqinë e Shpirtit të Shenjtë që të ruhet mendërisht, shpirtërisht dhe trupërisht nga tundimet. Ndryshe, nëse ai vetëm njeri, ai patjetër që dorëzohet. Prandaj duhet i pagëzojmë fëmijët që të vegjël, që në moshën e fëmijërisë, që në adoleshencë, ne mos të presim që ata të rriten, sepse patjetër që do dëmtohen nga tundimet. Dhe aq më tepër, ripërtritjen dhe bashkimin me Krishtin, ne e përforcojmë se aq që kungohemi. Kur kungohemi, ne marrim trupin dhe gjakun e Krishtit, ne bëhemi Krishter. Kështu që fuqia e Krishtit vjen tek mendja jonë, te shpirti ynë, te trupi ynë, dhe kjo na bën që neve të mbetemi të vigjër ose dhe të moralshëm. Për ata që janë vigjër të ruajnë vigjërinë, të martuarit të ruajnë atë shenjtërinë e martesës. Ky bashkim misteror me Krishtin e bën të përgjeshëm besimtarin ortodoks, sepse shikoni çfarë thot Apostol Pavli. A nuk e dini ju se trupi juaj është gjymtyrë e Krishtit? Të marr pra unë gjymtyrën e Krishtit e t'i bëj gjymtyrë lavërsie, kur mos qoftë. Sepse nuk e dini që ai që bashkohet me prostitutën bëhet një me të, siç thuhet do të jenë të dy, thot Zoti, një mish i vetëm, po ai që bashkohet me Zotin është një frymë me të. Largohuni nga kurvëria. Çdo mëkat që kryen njeriu është jashtë të trupit, por ai që kurvëron kundër trupit të tij. Po a nuk e dini ju se trupi juaj është tempulli i frymës së shenjtë që është në ju, të cilën e keni nga Perëndia, dhe nuk i përkisni vetes sepse u blet me një çmim, por lëvdoni Perëndin para në trupin tuaj dhe në frymën tuaj që përkasin Perëndis. Njerëzit e humbasin vigjërinë jo sepse janë foshje në mendim dhe nuk ja dinë vlerën e vigjërisë, por se janë krenar. Papastërtia morale nuk fillon thjesht me aktin seksual, por me diçka që ka të bëjë me shpirtin tonë. Djalli si shpirt, edhe pse nuk ka kryer asnjë akt seksual, sepse është frymë, ai është një frymë e papastër, imorale shpirtërore. Prandaj, krenaria është shkaku i humbjes së vigjërisë me kurvëri, krenaria largon hirin e Zotit dhe jep të drejtë demonit të kurvërisë që të rrëzojë dhe të tundohet. Prandaj, ata njerëz që kanë mendime egoiste dhe krenare për veten e tyre, duke filluar që nga mosha fëminore dhe kultivohen dhe nxiten dhe nga prindërit e tyre, ata tundohen nga demoni i kurvërisë, pavarësisht moshës së vogël që mund të kenë. Dhe sa më tepër rriten, aq më tepër bëhet ky tundim, sepse krenaria tërheq demonin dhe demoni gjen vend në mendje, shpirta dhe trupat e krenarëve. Djalli urren shumë vigjërinë dhe bën të pamundur që njerëzit ta humbasin me anë të kurvërisë. Shikoni çfarë na thuhet tek Shën Andoni i Madh, i cili që i ri ju përkushtua Zotit, jetoi në vigjëri, në pastërti morale. Demoni u shfaq tek shentori si një fëmijë i zi dhe i tha: "Unë jam shoku i kurvërisë. Unë mora përsipër të ngre kurthe që të roboroj njerëz. Unë i sjell të rinj ngacmime përkëdhelëse. Më quajnë fryma e kurvërisë. Shumë njerëz që doni të jetonin të lirë i kam hedhur në greminën e mashtrimit. Sa shumë veta kam bindur duke i mashtruar me përkëdheljet e mia. Unë jam ai që profeti akuzon duke thënë: fryma e kurvërisë ju mashtroi, sepse unë shkatrova me anë të fuqisë sime. Unë jam ai që ngacmova shumë herë, po ti më shkatrove dhe nuk kam fuqi." Andoni, pasi lavdëroi Zotin, mori guxim e tha: "Ti je i denjë për të përbuzur, je i errët në mendje dhe i pafuqishëm si fëmijë. Nuk më pëlqen të merrem gjatë me ty. Zoti është ndihma ime dhe unë do të shikoj triumfus armiqtë e mi." Pra, djalli sapo dëgjoi këtë, u zhduk thot dhe po shoi së bërtituri dhe nuk guxoi ta prek më të riun pra Shën Andoni. Tham që gjithmonë krenarët vuajnë nga demoni i kurvërisë sepse e lejon Zoti të përulen krenarët. Kështu që konstatoni dhe veten tuaj, nëse keni një tundim mishi në mendjen tuaj, edhe pavarësisht moshës, edhe pavarësisht gjendjes, dijeni se keni gabuar me një mendim egoist, e krenar, keni gjykuar dhe keni akuzuar dikë padrejtisht. Prandaj dhe demoni i kurvërisë ju mundon edhe në një moshë të thyer. Mos harroni këtë, mos mendoni se u plakëm dhe nuk do kemi tundime. Përkundrazi, derisa e kemi mishin me vete, deri në fund tundimi është, si them, aty. Prandaj, Zoti pëlqen më shumë njerëz të përulur në shpirt se sa thjesht të virgjër në trup. Tregohet një rast se ishte një vigjëresh, një murgesh, e cila humbi vigjërinë e saj, ra në mëkatin trupor, duket nga egoizmi i saj, nga krenaria e saj, por ajo u pendua, u përul, edhe kur ajo fjeti në Zotin dhe
shkuan për ta varrosur, u dëgjua një zë. Më shumë më pëlqeu pendimi i saj se vigjeria e saj. Prandaj, këtë thesar të madh të vigjerisë nuk do ta humbim të dashur të krishterë me egoizëm krenari, por nuk duhet ta humbim edhe me pakujdesi. Duhet dim se Perëndia ka fuqi edhe ata që ka humbur vigjerin ta fitojnë përsëri atë. Kemi raste në jetët e shenjtorëve, për shembull shembullin unikal të Maria Egyptianes, e cila humbi vigjerin që në moshën adoleshente, jetoi si prostitut për 17 vjet, por ajo u pendua dhe jetoi 40 vjet në shkretir, edhe ajo u bë një non oshënare dhe shembull i moralit, i jetës së shenjtë. Kështu që edhe pse ishte një prostitut, një shembull negativ, Zoti e shëndëroi, e virgjeroi në shpirt dhe në trupin e saj, dhe ajo kur lutej ngrihej 1 metër nga toka. Për treguar se Perëndia ka fuqi që edhe të vdekurin ta ngjall, edhe atë që ka humbur vigjerin t'ja jap, pra atë vigjeri që është morale, por që është dhe trupore, dhe këtu flasim në ngjalljen e të vdekurve. Ata që humbën vigjerin si një thesar i pavlerë sipas tyre, dhe i vret ndërgjegja, nuk duhen të dëshpërohen, pavarësisht se nga ana biologjike nuk mund ta fitojnë vigjerin, por nga ana morale po. Ata duhet pendohen, duhet të rrëfehen në kish dhe duhet marrin faljen e mëkatit të kurvërisë, pavarësisht moshës që kanë bërë dhe humbjes së vigjerisë, dhe Zoti do t'ja u rikthej vigjerin e tyre në shpirt, dhe siç tham, në trup, në gjalljen e të vdekurve. Kurse ata që justifikohen me humbjen e vigjerisë së tyre dhe e shikojnë këtë një gjë të zakonshme, dhe aq më tepër, jo vetëm që rrëzojnë veten e tyre, por rrëzojnë edhe të tjerët, por dhe prindrit, të cilët janë në kodosh të fëmijëve të tyre, i nxisin fëmijët e tyre në jetë seksuale të lirë, ose siç dim, që krijojnë situata fëmijëve që të kenë një të dashur ose një të dashur dhe kështu ata gjoja mendojnë se fëmijët e tyre duhet të kenë një liri seksuale, sepse s'duhet ta privojnë veten siç u privojnë ata nga mentaliteti ose nga frika e opinionit. Të gjitha do dënohen nga Zoti. Shikoni çfarë na thuhet. Kurvërusit dhe gjithë gënjeshtarët, pjesa e tyre do të jetë në liçenin e zjarr që diqë me zjarr dhe squfër, dhe kjo është vdekja e dytë. Dhe këtu e flet për kurvarët dhe imoralet, të cilët nuk u penduan. Duhet dini se ferri është plot me njerëz imoral. Fatkeqësisht dhe një në jetën e tyre, ata bën mëkat trupor, jashtë martese, dhe nuk u penduan. Prandaj, gjërat janë shumë serioze dhe duhet ta kultivojmë vigjerin tek fëmijët tanë, nipet dhe mbesat tona, dhe të fillojmë ta shikojmë vigjerin si një problem moral dhe jo thjesht fizik, dhe në qoftë se ke humbur vigjerin si nga ana mendore, shpirtërore dhe fizike, duhet ta rifitojmë prapë. Sepse Zoti bën gjithçka të re. Dhe kjo është e mundur në kishën tonë ortodokse, me anë të misterëve të kishës, që është misteri i pagëzimit, që na ringjall në Krishtin, na bën njerëz të ri, është misteri i pendim rrëfimit, që quhet pagëzimi i dytë, është misteri i fungimit që na bashkon me Krishtin. Prandaj të dashur të krishterë, edhe pse jetojmë në një botë të sfazuar, ku jemi kthyer vetëm mish, njësoj si në kohën e Noës, ashtu si Zoti edhe tha, dhe fundi i kohës do jetë si në kohën e Noës, ne nuk duhet të jetojmë si bota, as nuk duhet të jemi me botën, edhe sikur bota e gjithë të humbas. Mos harroni se nga gjithë koha e Noës vetëm Noja dhe familja t'i shpëtoi. Edhe neve ruajmë pastërtinë morale, vigjerin në shpirt dhe në trup, dhe të jemi me Zotin. Lum ata të ri, të cilët do mbeten të vigjer deri në martesë. Ata do kenë një kuror të veçantë nga Zoti dhe ata pothuajse e kanë bërë gjysmën e punës. Do ta mbyll këtë bisedë me një histori që e ka treguar Shën Pais Agjëriti. Ishte një djalë besimtar i cili vajti në ishullin e Patmosit. Dhe aty në ishullin e Patmosit ai vajti t'i falej Zotit në atë vend kur Zoti i zbuloi Joanit zbulesën, atë që kemi librin e zbulesës apo Apokalipsin. Mbasi bëri ato lutje në atë shpellën e Joanit ose të Apokalipsit, ai doli në atë si them ishullin piktoresk që është në Patmos dhe ul. Aty erdhi një si them nga këto turiste, nga këto që vinë nga vendet e lira të botës së lirë, e pacip dhe ju ul atij të riut në prerë
dhe pa trupi tha, më pëlqen ti o djalë, dua të shkoj me ty. Atëherë ai me shumë edukat e shtyu paksa dhe tha, më vjen keq, tha, unë nuk kam ardhur të kurvoroj. Unë kam ardhur t'i falem Zotit tim. Dhe u largua. Kur shkoi në dhomën e gjumit, në hotel, atje u lut duke bërë atë lutjen e darkës, por thuhet që gjithë dhoma e hotelit u mbush me dritë. Dhe nga drita ai pa Zotin, i cili e bekoi dhe përgëzoi për atë çfarë kishte bërë. Pra, për durimin e tij, për ruajtjen e pastërtisë morale, e vigjerisë së tij. Dhe Shën Pajisi thot këtë gjë, thot, nuk e shikojnë edhe murgjit e shkretirës, por e pa ky djali. Kështu që në qoftë se fëmijët tanë do ta ruajnë vigjerinë siç thash, dhe këtu ka ndikim jo vetëm kisha, por në mënyrë veçantë prindrit, ata do bëjnë një të madhe vetes tyre dhe do marrin një kurorës të lavdishme nga Zoti, sepse jetojmë në një botë me shturje. Por kjo nuk justifikon që ne të bëhemi si bota, sepse misia me botën është armiqësi me Perëndin. Krishti u gjallë.